Kush është dështimi në këtë rast? Domethënë kush është qëllimi? Qëllimi i këtyre ka qenë 3 pika bazë, me sa mbaj mendon, ka qenë armët bërthamore, Po. programi raketor dhe financimi për proxy. Apo jo. Me sa di unë lufta nuk ka mbaruar akoma, shikojmë deri ku mbaroi. Por ata që pretendojnë ose që mendojnë armët bërthamore sot janë në kushtet që do heqë dorë 5 vjet Irani apo sa çkërkon ata kishin propozuar që themi 5 vjet kishin kërkuar dhe nuk ishte pranuar Shtetet Bashkuara. Dhe vetë fakti që ata pranonin 5 vjet tregonin që nuk është se janë winning, nuk është se janë duke fituar. Dhe do e shikoni se kem për ta parë domethënë se ku do shkojnë. Vetëm se pakti i fundit me Iranin u dëshën ata që mendojnë që Donald Trump mund të tërhiqet prej hunde nga çfarë do lloj personazhi qoftë dhe Netanyahu. Domethënë janë shumë simplicistë në logjikën e tyre. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një element fort i cili është petrodollari. Pra, që kur pas krizës së 73-shit është vendosur dollari si monedë në cilën shkëmbehet nafta, dhe blihet nafta, është, po themi, një nga bazat e fuqisë së Amerikës. Sepse në qoftë se malli blihet në dollar, ai dollar që ty të ngel në dorë, sipas ligjit ekonomik, duhet të rikthehet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse për çfarë duhet dollari në dorë? Ty do blesh ose mallra amerikan, ose shërbime amerikane, ose borxhin amerikan. Ishte përpjekje e Iranit për petroluanin. Edhe kjo që ndodh, domethënë, pra, ky petrodollar është ai që e bën Amerikën që të ketë mundësi të rifinancojë borxhin e saj publik, që është diku te 39 trilion dollar, domethënë është 130% e GDP-s, se 30 trilionë kanë GDP-n, 39 kanë borxhin. 130% e GDP-s është problemi kryesor shërbave sot. Që është problemi kryesor që e dinë gjithë. Dhe ky financim ndodh prej petrodollarit. Në momentin që bie petrodollari, ekonomia amerikane merr fund. Dhe kur vende si Venezuela apo Irani e të tjerë fillojnë të bëjnë eksperimente me petroluanin, që e përmendëm, pra përdorimin e një monedhe tjetër për shkëmbimin e naftës. Edhe bëjnë që të dyshojë dhe Arabinë Saudite që të përdori dollarin apo të përdori euron apo të përdori yuanin e këto të tjerat, në këtë moment Shtetet Bashkuara të Amerikës është imperative që të kenë, po themi, kontrollin e tregtisë së naftës me dollar. Para, çfarë bën? Po të shikosh. Kapën kanalin Panamas u ahoqën kontrollin kineze, që kishin marrë kinezë. Kapën Venezuela, dhe nuk e kapën kot Venezuela, dhe tani po godasin dhe Irani. Dhe gjitha kjo po bëhet në ato vende që kanë të bëjnë me naftën. Nafta e Venezuelës është naftë e rëndë, shumë e rëndë. Rafinerit janë SBA. Dhe rafinerit janë në Shtetet Bashkuara. Pra për naftën e rëndë, rafinerit janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës importon naftë nga Kanadaja, naftë rëndë nga Kanadaja, nga Meksika dhe nga Venezuela kryesisht. Përveç që ka dhe një pjesë vetë. Se naftën që prodhon vetë, që e nxjerr në tokë vetë, kryesisht është naftë e lehtë. Rafineritë e naftës amerikane janë ndërtuar për naftë rëndë. Sepse nafta e rëndë nxjerr më shumë nën produkte. Është më e vështirë për të përpunuar, po nxjerr më shumë nën produkte. Nafta e lehtë është më e lehtë për të përpunuar, po nxjerr më pak nën produkte. Rafineritë e tjera në botë, në Evropë të tjera, nuk janë për naftë rëndë, janë kryesisht për naftë lehtë. Shiko çfarë po ndodh tani, me që në këto momente që bllokohet Irani dhe ka për të kaluar në qoftë se vazhdojnë me këtë lloj bllokimi më shumë se 2 javë, ata fillojnë marrin pikjatën, mos kenë lek për të dhënë njerëzve dhe realisht të vjen keq sepse mund të shkojnë në katastrofë. Gjithë trafiku tani shkon drejtim Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët marrin naftën në Meksika, e marrin prapë në Venezuela dhe nuk preken fare nga se çfarë po ndodh aty. Dhe përkundrazi gjithë ata që po vinë në Amerikë, po e blejnë naftën me dollar. Dhe kjo e bën që Shtetet Bashkuara të Amerikës të jenë akoma të mbajnë kontrollin e petrodollarit, që është për ta elementi kryesor i sigurisë kombëtare. Se në momentin që ikën ajo në petrodollare dhe shkon në një monedhë tjetër. Për ta përmbledhur ende. Kështu që nuk është. Ju thoni që Irani çdo ditë që kalon humbet.
Shtetet e Bashkuara fiton. Fiton. Kina humbet, Rusia fiton. Në rritje përkohshme. Por Europa, Rusia fiton. Rusia fiton deri në një farë mase sepse Ukraina ka bombarduar ato portet e i ka ulur, domethënë mundësinë për të eksportuar, por fiton për shkak të rritjes së çmimit. Edhe tani ç'ë ndodh? Ke tani për shembull me këtë lojën që po bën Trump, që i thotë, jo po do diskutojmë këtë dje, çmimi i naftës ra, për shembull, ka vajt rreth poshtë të diku te lufta bëhet në bursa dhe në lufta bëhet në bursë, bëhet në vende të tjera sepse Trump do që të ketë kontrollin edhe të çmimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës.